Përshëndetje miqtë e Passion Kuzhine. Sot kam sjellë një sallatë që edhe gjyshja do ta quante sofrë mbretërore. Është me kuskus dhe plot përbërës të tjerë. Është një recetë për ata që s'kan shumë kohë, por që duan shije dhe t'i bëjnë qejfin vetes. Hajde të fillojmë së bashku përgatitjen. Në fillim vendosim një filxhan të çajit me kuskus në një tikan me kapak. I shtojmë më pak se një lugë çaji krip. Do t'i shtojmë 2 filxhan të çajit me ujë të vluar dhe do ta lëm për 20 minuta. Ndërkohë për 20 minuta do merremi me përbërësit e tjerë. Qiqrat i kam të ziera më parë, edhe vezët gjithashtu, thjesht ne do bashkojmë përbërësit. Fillojmë nga puna. Këtu kam kastraveca turshi. Marrim 3-4 kastraveca, varet nga madhësia dhe nga sasia e sallatës që ju pëlqeni, por mua më pëlqen shumë shija e kastravecit në këtë sallatë. I presim kastravecat në kubik, duke i prerë dhe duke i vendosur të gjithë përbërësit te ky tasi i madh. Kjo sallatë me kuskus dhe perime ka një shije mesdhetare dhe përgatitet vetëm për 10 minuta. Shtojmë një kup me qiqra të ziera më parë. Këtu kam një domate, janë ky varieteti Rosalind që mua më pëlqejnë shumë. E pastrojmë nga lëkura. Do ta presim në kubik dhe do ta shtojmë në tas. Është një sallatë që mund t'i shtoni perimet që juve ju pëlqejnë më shumë. Nuk ka një recetë fikse për këtë sallatë. Tani në periudhën e verës, shijon edhe më shumë. Marrim vetëm domatet, nuk i ktheva me të prerësin e perimeve, pasi nuk doja të shkonte edhe lëngu i domateve në sallatë. Presim 1 deri në 2 vezë të ziera në kubik, i shtojmë në tas. Një tufë me majdanos. Nëse pëlqeni koprën, mund t'i shtoni edhe një tufë me kopër. Këtu kam një kuti tono, e i largojmë këtë lëngun, apo i ndyrën e tepër që ka, dhe marrim vetëm pjesën e peshkut. Marrim lëngun e një limoni. I shtojmë pak krip, por jo shumë krip, pasi krip ka kuskusi. Ka edhe kastraveca turshi. I shtuam vaj ulliri, gati një filxhan kafeje, pak piper të zi, i përzijej mirë. Shtoj më parë në tas kuskusin që ka pushuar për 20 minuta dhe është dyfishuar vëllimi. Dhe më pas do shtojmë salcën e përgatitur me limon dhe vaj ulliri. Një përzierje të mirë. Dhe ja pra miq, kjo ishte sallata që mund të konkuroj edhe gjellët me mish. Nëse ju pëlqeu receta, bëni like, lini edhe një koment. Mos harroni të bëni subscribe, pasi recetat e shijshme s'do t'i lëm vetëm për vete, por do t'i ndaj gjithmonë me ju. Ju falenderoj që më ndiqni.